Ministria e Shëndetësisë informon se për vaksinim kundër gripit sezonal janë paraqitur rreth 60.000 qytetar, ndërsa deri më tani janë vaksinuar mbi 8.000 persona. Vaksinimi po realizohet në gjithsej 35 pika vaksinimi në mbar vendin, prej të cilave 5 ndodhen në Shkup. Të gjithë qytetarët e interesuar mund të paraqiten për vaksinim përmes aplikacionit vaksinacia.mk ose përmes mjekut të tyre am. Në vaksinimin falas përfshihen kategoritë e rrezikuara të popullsisë si personat mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, punonjësit shëndetësor, gratë shtatzëna, fëmijët e moshës nga 6 muaj deri në 5 vjeç, si dhe personat e vendosur në institucione për mbrojtje sociale të moshuarve dhe punonjësit e këtyre institucioneve. Gjithashtu në organizim të ministrisë, ekipe preventive nga institucionet shëndetësore në të gjithë vendin kanë filluar vaksinimin kundër gripit sezonal në kushte shtëpie për persona të moshuar, të palëvizshëm dhe persona me aftësi të kufizuara.